Nëse do na me fol për 4 skuadra gjysmë finaliste, kush mendon që mundin më konë emrat? Brazil, Argentinë, Francë, Angli. Spanja jashtë. Wow. Edhe i shkon ideale mi ra për shembull Angli, Brazil edhe Francë, Argentinë. Me shkuar së dytë Evropës ose Brazil, Argentinë që ka pas kur finale në histori Brazil, Argentinë. Ajo shkon në finale. Çdo skenari për mua kuptohet Anglinë për çefën fitu, po to 4 e shoh si. Spanja unë thash, mendoj që është pa kampion Evropë, po sulmi se sulm non shop se Spanja është quhet që ka bu këtë false nine prej kohës Del Bosques. Është Yamal, Nico Williams, do që ka lidh formie si vjet, po jo, Spanja në shoh jashtë. Mendoj që Nico Williams ka pas një ramje tash. Cameron çerek finale, mendoj që fix çerek finale kam. Për një video kismet mazit bjen edhe për ti Orbër. Po shumë e vështirë me i pa 4, por unë do diljate nuk e shoh dhe themi Brazilin në top 4-she. Jo, e shoh Francën, Spanjën, këto dyja pa tjetër, do shta Argentinën mund ta shoh në top 4-she, dhe do t'jetë një befasi që do t'jetë në top 4-she. Nuk e di, a mund t'jetë Belgjika apo Holanda. Portugalinë s'fale me interesant. Portugalia gjithashtu, është shumë e vështirë, ndoshta një top 8 që është ma lehtë. Se kur folëm me Ronaldo në përshim. Se top 4. Turqia është një kombëtare tepër e fortë, pa marrë parasysh që nuk bëri lojë shumë mirë në Prishtinë. Turqia është një kombëtare që ka kualitet të jashtëzakonshëm. Unë e shoh përsëris Spanjën si favorite për të shkuar deri në fund. Kombëtarja që mendoj se është tetë e kompletuar, dhe 2 Francën. Atëherë këto dyja i shoh si top favorit, dhe kush do tjetër që vije me këto do të ketë telashe për tim poshtër.